Opozita shqiptare interpreton si monoetnik takimin e sotëm mes kryeministrit Risjan Mickoski dhe liderit të LSDM-s Venko Filipçe. Nëpërmjet një reagimi me shkrim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë thënë se në skenën publike do të na demonstruohet koalicioni monoetnik që ka për qëllim thelbësor të riformatoj modelin politik të shtetit nga një demokraci multietnike në një demokraci monoetnike. Madje nga BDI pretendojnë se në takimin e sotëm do të flitet për mos ndëshkueshmërinë dhe sidomos mbajnë përgjegjësi dhe si t'i largojnë shqiptarët nga të gjitha vendimarrjet politike dhe ekonomike, nga të gjitha nivelet e pushtetit në shtet dhe më pas t'i mbajnë në periferi të zhvillimeve shoqërore. Ky plan nuk është i ri, është përgatitur para 3 vitesh me marrëveshjen notore Micevski-Zaev me ndërmjetësim të oligarkëve, kryesisht si çadër mbrojtëse për oligarkinë tranzicionale në vend. Plani tashmë po realizohet përmes shfuqizimit të balancerit, vendimarrjes monoetnike të gjykatës kushtetuese, por edhe largimit sistematik të shqiptarëve nga një numër i madh pozicionesh të larta në administratën shtetërore. Edhe deputeti i Aleancës për Shqiptarët Elmi Aziri takimin e ka quajtur monoetnik dhe zbatim të platformës Maqedonia përsëri e jotja. Kryetari i VMRO-DPM-s Kristian Mickoski do të takohet me kryetarin e degës më të madhe të VMRO-DPM-s Venko Filipçe. Pasi u zgjodh kryetari i LSDM-s, takimin e parë kishte me kryetaren e shtetit zonja Siljanovska Davkova. Ky i fundit për disa vite me radhë është quajtur ministër i vdekjes, po nga VMRO-ja. Ky takim monoetnik është zbatim praktik i platformës Maqedonia përsëri e jotja. BDI ka bërë thirrje faktorit politik në vend, përfshirë edhe koalicionit Vlen, që të shprehin qartë revoltin e tyre ndaj këtij, siç e kanë quajtur ata, tentimi për të riformatuar shtetin dhe të mos lejojnë të përfshihen në një plan për diskualifikimin e plotë të shqiptarëve nga rrjedhat shoqërore.